Edhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropë Wesley Clark ka përfunduar dëshminë e tij në gjykatën speciale në Hagë në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai përsëriti se Hashim Thaçi nuk mban përgjegjësi për aktet e dhunës apo hakmarrjes që kanë ndodhur në Kosovë. Sipas Clarkut, UÇK-ja nuk ishte terroriste, pasi pjesëtarët e saj luftuan për lirinë e tyre duke potencuar se akuza për shitje organesh ishte dezinformim. Generali Amerikan Clark gjatë dëshmisë së tij në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s deklaroi se nuk ka prova dhe dëshmi që ushtria qlirimtare e Kosovës qëndron prapas pastrimit etnik të serbëve. Kjo përgjigje e generalit Clark erdhi pasi prokurori Holling i paraqiti një dokument të një interviste nga gazeta Shekulli, ku pretendohej se ishin dëbuar rreth 170.000 serb e që prapa kësaj qëndron UÇK-ja. Nuk përpoqëm shumë se një herë. Unë nuk kam prova, po dëshmi që UÇK-ja ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Në pyetjen e prokurorit Matt Holling nëse NATO-s i duhet të planifikonte edhe mundësinë e kundërsulmit serb, generali amerikan e mohoi atë. Sepse në qoftë se Jo, NATO-s nuk i duhej të planifikonte këtë gjë dhe nuk më ishte udhëzuar. Nuk isha marrë asnjë lloj udhëzimi për një gjë të tillë, megjithse si komandant i përgjithshëm unë ndjeva që të informoja vartësit e mi që të përgatiteshin për një situatë të paafatë që do të mund të ndodhte siç ishte rasti asaj që ndodhi në pistë në Prishtinë. Në pyetjen se a ekziston një shqetësim i Clarkut që serbët mund të kthehen përsëri, ai tha se nuk mendonte se Serbia do të kthehej në Kosovë, por se si general ishte puna e tij të vlerësonte rreziqet. Ai shtoi se Miloševići ishte personazh i zgjuar dhe dinak. kur takova Unë vazhdoj të isha i shqetësuar për mundësinë e agresionit serb jo vetëm në Kosovë, por edhe për gjithë rajonin. Jo pse kishte momente lufte, por për shkak të mungesës së marrëveshjes dhe për shkak të informacionit të vazhdueshëm që unë merrja nga deklaratat e serbëve, inatin e serbëve dhe fakti që Miloševići ishte personazh i zgjuar dhe faktin që Miloševići ishte personazh i zgjuar dhe dinak që kishte mënyra të shumta për të funksionuar. Nëse ti më kërkon që unë të bëj një gjykim 25 vjet pas, nëse ka pasur një lloj mundësie që bia të kthehej në Serbi, unë mund të them se sigurisht që kishte shans që Serbia të kthehej në Kosovë. Por ishte pjesë e përgjegjësive të mia si general që të merrja të gjithë përgjegjësitë dhe të bëj gjithë planifikimin e nevojshëm në mënyrë që të sigurohesha që Serbia të mos kthehej më. Gjatë kësaj seance, zyra e prokurorit të specializuar nga Clark kërkoi të sqaroj nëse në Këshillin e Përbashkët për zbatim janë diskutuar shqetësimet lidhur me arrestime dhe mbajtje dhe ndalim të personave të caktuar nga UÇK. Clark tha se nuk i kujtohet. Do të vazhdojmë me pjesën tematike pra për rëndësinë dhe peshën e dëshmisë së generalit Wesley Clark në mbrojtje të Hashim Thaçit në Hagë. Flasim me avokatën Fehmije Gashi Bytyqi. Mirë se ardhën studion tonë, zonja Bytyqi. Mirë se vjen. Si keni parë dëshminë e generalit Clark dhe cila është pesha e kësaj dëshmie në mbrojtje të Hashim Thaçit dhe atyre që po gjykohen në Hagë në mënyrë të padrejtë? Unë Ilir kam përcjell gjithë procesin gjyqësor që zhvillohet në Hagë. Unë ka interesu naturisht edhe për fatin e liderve tonë, edhe nga fakti se jam avokat, edhe nga fakti se do me thënë jam akredituar edhe nga kjo gjykat, dhe veçanti e kam përcjell prej dje, do me thënë çdo sekond, deklaratën e generalit Clark, e cila konsideroj se është një deklarat e cila i ka dhënë vull pas tërtisë së luftës së UÇK-s e para, dhe mos përgjegjësisë në këtë rast, me qenë sa i përmend veçanti zotin Hashim Thaçi. Në procedurën penale dhe para gjykatës, gjithmonë ka të rëndësi kredibiliteti i dëshmitarve, ose kredibiliteti i provave që quhen në procedurën penale. Ashtu që imagjinoni një general i një aleance ashtë madhe botnore, i cili
dje dhe sot ka kthy vëmendjen lejme në Kosovë, besoj çdo kujt ka interesu, për ka kthy edhe vëmendjen e gjithë mediave botërore, nga se zoti Clark ka qenë edhe në proces kundër Miloševićit, ku ka dëshmi së dëshmitar kundër, mirë po në këtë proces ka qenë një dëshmitar i cili spari e ka përshkru edhe mostiki për rëndësisë deklarimit të ti, mirë po unë dje kam thënë që duhet të futet edhe në plan programet shkollore, do me thonën edhe historiku si ka orë drejt e shlirimi i Kosovës vitin 99 dhe natyrisht në këtë rast konkret për kraja hapur Amerikanëve e NATO-s e miqve tonë, Anglezë e tjerë, dhe deklarata e Vestikllaqit veçanti. Unë librin e Clarkut kam lezu të vesh luftë nëse keni përcjell dje dhe u përmend dhe kanë pyet rreth atij librit që nga ona e prokurisë, edhe pse nuk di çfarë relevancë kishte, domethënë libri i tij për procesin gjyqësor, edhe s'disa ke vrejt i lerë, unë në çdo 24 mars, kur jam përvjetore të sulmeve të NATO-s, unë gjithmonë ja preferoj gjithë popullit të Kosovës ta lexojnë për arsye se është kapitulli ku me data, me minuta, me sekondë, për historinë e luftës të Kosovës, për ndërhyrjen e NATO-s, për raportin si e kena pas, do me thonë, në raport me shtetet e fuqishme, botënore, komunikimin që kanë bërë me OÇK-n, dhe ato gjithat i elaboroj zoti Clark dje dhe sot. Dje me fillim e keni pa, do me thonë, kur përmend qysh nga konferenca Daytoni, do me thonë, e shofin se Miloševići, do me thonë, ai hegemonizmi ti, nuk gopoj me luftra që kishte bërë në Jugoslavi, po do me thonë tani mo vesh në fund vëmendja kthehet nga Kosova dhe përkundër gjithë angazhimeve që i përmend zoti Clark, i cili personalisht kisha ardhur me zotin Javier Solana dhe me përcjellësia të tjerë të lartë të nivelit botëror, ai ishte tregu aq, do me thonë, aq nacionalisht i egër, i pa shpirt, sa që thotë shqiptarët do të mi vra. Edhe ky e tregon momentin. Edhe Clarku një moment kur thotë se gjatë takimit që ka pasur me Slobodan Miloševićin, ai ka thënë se unë di se si të sillen me shqiptarët dhe si ta zgjidh këtë problem. Po, do me thonë, unë këto e di me detalje edhe nga libra, po edhe nga deklarata ati, për arsye se zoti Clark, do me thonë, ajo vish takimi tret, kur thëtë unë e di si ta zgjedh me popullin e Kosovës, do t'i vras, do me thonë, deri kusht e hegemonizmi ti, mande i ka përshkru si që ke po komunikimin me Grigorovën që tani edhe ndodhi, me që se një pjesë e modhe, dhe edhe unë kam qenë një refugjate në Maqedoni, ku më pastaj jemi deportu dika tjetër, e paraqet, do me thonë, rjedhen se si është bërë plan programe, nëse mund të them, i NATO-s në raport me ndërhyrjen në Kosovë. Edhe kjo dëshmon, sidomos të gjeneratat e reja, sa rëndësishme ka qenë kjo luftë, sa vështirë ka qenë, kanë lëviz shtetet e nivelit botëror, kur edhe dje dhe sot e përmendi, edhe dje në orët e pasdites, nështë e keni vrit, e përmend kur prokurori provon ta sfidon, sepse ky e ka në librin e tij të bësh luftë moderne, të vend kur vazhdimisht e pyet si ka qenë hierarkia me zotin Mike Jackson, i cili ka hyrë me ushtrinë e NATO-s, domethënë me 12 qershor 1999, dhe edhe pse edhe aty befasosha me kryetarin e trupit gjykus nga përvoja që kam unë si avokate për 19 vite, se si kryetari i trupit gjykus lejonte të bënte pyetje që nuk kishin të bëjnë me dispozitivin e akt akuzës me të cilët ngarkohen liderët tonë katërshja në Hagë. Megjithatë, sot zoti Clark ishte domethënë një farmyre u hapi dhe ma shumë, edhe mandej i tregoj se si ka qenë ai problemi kur natën e 19 qershorit, për shkak se unë jam edhe protagonistja që i kam përcjell i di me data, me minuta, kur forcat ruse kanë ardhur, domethënë përmes Bosnës, edhe janë taku, nuk di sa e deni lirë se s'pedi çfarë moshe ke pas, kur takohen të hoteli Grand me anglezët, me zotin Jackson, për shkak se zoti Jackson, Steve Bennett, i cili ka themelu Akademinë Policore të tjerë, vendosën në Grand, edhe do me thonë, në atë moment ishte Clark ku aq i fuqishëm për lirinë e Kosovës, ishte aq i fuqishëm, aq kishte dashuri për lirinë, si koncept, sa që jep edhe urdhër varësi ti, Mike Jackson, thot, sulmoj mirë pa ai, në shërimet e tina, thot, u mendova dhe nuk e provokova
realisht luftën e tretë botërore. Ndodhi sot e ka përshkru me detalje se si forcat e ruse kanë, do me thonë, qëllimi o kanë kush po e zotron aeroportin. Edhe mandej ata veç ma vonë kapitullojnë edhe kthejen. Kështu që e spjegon atë e curin, edhe gjithmonë e jetë e ka, do me thonë, koncentrimin duke e vu në qendër vujtjen e popullit Kosovës, masakra që në zhvillu, kur e përmen masakrën e familjes Jashari, edhe ku ata e veç e paramendoj se nuk do dërër më popullit deri në atë pikë kur vinë të prejnë e të grinë mrenda progut shpis, dhe janë këta ushtarë të ushtrisë shqiptarë të Kosovës, pavarësisht cili ka qenë roli tyre, qoftë prej rritarit, qoftë e udhëhecat, komandantet më të lartë të kësaj ushtrije, me ato mundësit e pakta të veta, kanë pas vullnetin dhe dashurin që t'i dalin në balë për balë Sërbis, duke bashkëpunu me një aliancë ashtë fuqishme ushtarake e tillë, për shkak se natyrisht, si që di lirë, koordinatat edhe ka qenë bashkëpunimi, do me thonë, i NATO-s me komandantat e zonave edhe me pjesëtarë të ushtarak që kanë qenë në luftën e Kosovës. Prokuroria vazhdimisht po synon të fajsoj Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës se ka pasur rol në largimin e serbëve pas luftës që kanë qenë në Kosovë, duke quajtur spastrim etnik nga Kosova, gjë që Clark e moj kategorikisht, a i tha se mund të ketë pasur konflikte mes fqinjesh, kur shqiptarët janë kthyer dhe ata pastaj janë larguar, dhe se roli UÇK-s ka qenë i kundërt me atë çfarë pretendon prokuroria, apo jo? Ilir, kjo temë është sa që gjanë, sa që në serim 2 ditë kemi që ka bisedojmë. Është shumë interesant, do me thonë, iniciativa për të formu kjo gjykatë, për shkak se kur Dik Marti, deri në parlament, edhe përmendën se ju kujtohet shtëpia verë, transplantimi organeve tjere, fillon krejt për diçka tjetër, do me thonë, këtë qëllimi ka qenë që liderët tonë të vejnë në bankën e zezë dhe një farë mënyrë si kur të barazohen me bankën e zezë ku janë vu shumë mizorë, si që janë rasti Mladiqit, rasti Karadzicit, rasti i Miloševiqit e tjere, një farë mënyrë, një farë lloj barazime, për shkak se filloj të rasti Dik Martit, u përmen edhe sot gjatë gjykimit, ndërsa përfundoj me një akt akuz krejt diçka tjetër që nuk përmenet fare, dhe me thonë, raporti Dik Martit, për çka dhe ka fillu kjo. Megjithatë, po kthehem prapë te pyetja jote e Ilir, kredibiliteti i dëshmitarit është tejet i rëndësishëm. Edhe imagjinoni tash nëse bëjmë një krahasim logjik, për shkak se në sallën e gjyqit, nuk ka rëndësi, do me thonë, pozicioni, nuk ka rëndësi fama jote krejt, sepse janë të barabartë, megjithatë, ndoshta e keni vrejt qysh dje në fillim, të gjykatës si të kryetari i trupit gjykues ekzistonte një konsiderat kur ju drejtu me titullin general. Po ashtu këtë e bëri edhe prokurori dhe vërtet edhe James Rubin, edhe zoti Hill, por ajo... Sepse nuk ishin dëshmitar të thjesht, apo jo? Nuk ishin jo të thjesht, për arsye se na njohëm politikën amerikane, edhe mu që me këta person të një roli ashtë rëndësishëm, për shkak se në Amerikë nuk është se ti ke një post edhe nesër del në penzion edhe pyesi tjertë kush je ti. Dhe me thonë ti, nëse ke atë post, gjithmonë do t'jesh një person i rëndësishëm. Kjo vlen edhe James Rubinin, me cilin unë kam pas rast takohë në vitin 2000, edhe në bibliotekën kombëtare kam një foto me te, edhe pyetja ime ka qenë ku keni qenë ju kur ka një forca serbe me 11 qershor. Po ai nuk më përgjigjet ku ka qenë, vetëm thot anglisht thot never, asnjëherë ata nuk do të kthehen. Do me thonë sa të fuqishëm, sa besojnë në idenë e vetë që edhe është realitet, për shkak se ne, do me thonë sot e gëzojmë lirin, fal përkrajës amerikane, angleze, shteteve tjera evropiane, NATO, natyrisht, edhe natyrisht dhe pa harru asnjëherë rolin dhe rëndësinë edhe guximin dhe atë dashurinë që ka tregu pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Çfarë do të thotë për mbrojtjen kur një general si Clark u thotë se Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk ka pasur një zinxhir komandues siç e kanë ushtritë e rregullta, por se përgjithësitë kanë qenë të ndara tek komandantët e zonave? Unë i besoj në profesionalizmin e trupit gjykues, për shkak se i kam vret edhe gjuja shprehjes që quhet fytyra, lëvizjet, mimika, do me thonë shprehni një interes
të jashtëzakonshëm në deklaratën e tij, mirë po edhe deklarata e zotit Rubin, edhe deklarata që i dha vull këto 2 ditë e zotit Vesti Clark, do me thonë atë tendencën që ka pas prokuria ta vendos vijen vertikale, do me thonë është hudhë, si pas mendimit tem nga profesioni që e kam, për shkak se nuk kemi të bëjmë një dëshmitar që ka qëllu aty o të hak, po kishim të bëjmë një dëshmitar me cilin është bërë lufta bashk, edhe në anën tjetër lind pyetja si është e mundur një aleancë veriatlantike e nivelit botëror të bashkëpunonte me pjesëtarë të UÇK-s të cilit ishin të kriminalizuar. Do me thonë këto dyja nuk shkojnë. Dhe natyrisht gjykata e ka pavarësinë e vet, e ka bindjen e vet, mirë po nëse vish pretendohet që të ketë ndonjë dënim, aktgjykim dënues, do me thonë për liderët tonë, atëherë lind pyetja se si do të arsyetohen kur kjo luftë bë bashkë me NATO-n dhe me në generalin e nderuar. Që do të jemi minjos për jetë. Pa dyshim. Edhe për luftën, edhe për guximin qytetar, profesional, e njerëzor, që e tha këto 2 ditë në gjykatën e Hagës. Në tërpyetjet e prokurorit, sot ishte edhe njëra që a mund të ndodhë që UÇK-ja ka pasur zinxhir komandues të centralizuar dhe se këtë ndoshta nuk kanë pasur mundësi ta dinë NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I tha jo. I tha me një jurë të prerë. Po, me një jurë të prerë edhe në fakt nuk ka pas. Madje unë besoj që mbrojtja e krerëve tonë atje i kanë marrë nivelit botnor avokatët, po kanë edhe prova tjera të afrojnë, pavarësisht që kjo është dëshmitari fundit, nuk varësisht nga dëshmia që vjen nga dëshmitarit, nuk mund të themi kur së është i fundit. Per arsye se tani pas 2 palëve në procedurë që është avokati dhe prokurori, mund të tash trupi gjykues, varësisht nga administrimi i provave që bëhet nga të 2 palët të propozoj edhe, do me thonë, edhe dëshmi tjera. Kështu që në këtë rast, unë e besoj që e din mbrojtja e liderëve tonë, e din zoti Mishetishën, e kemi edhe librin e Medin Albrajtit, e cili është i shenuar në fund ditari, zonja sekretare, e cili atë tregon krit e curin e suksesit kulminant që e mërin me lirinë e Kosovës, dhe në atë libër nësë analizohet mirë, si që është edhe në librin të bashkëluf moderne, edhe në gjithë librat e liderëve, do me thonë, asnjëherë ata nuk e përmendin këtë vijen vertikale ose organizimin e një strukture ushtarake si funksionon në shtetet e tjera. Për shkak se, si shta edhe ky sot, natyrisht shumë mirë kuptonte, thu se ka qenë ato male me luftëtarët tanë, për arsye se kush e ka përjetu luftën, si kanë qenë rrethonat, sidomos kohën kur ka filluar bombardimi i NATO-s, do me thonë veç sërbet, regjimi sërb ka qenë i lemeritur në atë kuptim, se kanë ditë që do t'ju vjen një fund edhe një humbje, dhe imagjinoni çfarë lufte përgjakshme ka qenë, çfarë lufte e pa kompromis, dhe natyrisht ky sot ja dha vullën se nuk ka pas vi komanduese vertikale, që do me thonë si që ndodhë edhe në ushtri, edhe në polici, edhe në institucione tjera serioze. Në fund të dëshmisë të ti, ajo që ishte si një lloj vule për dëshminë e ti, ishte fakti që tha se UÇK-ja nuk ishte terroriste, ata luftuan për lirinë e tyre personale dhe të qytetarëve të Kosovës cilët shtypeshin në atë kohë dhe se pretendimet për trafikim organesh ishte një akuzë e rreme dhe ishte dezinformim. Ky ishte një dëshmitar për të marrë mësim, me një fjalë. Për shkak se a ishte përgatitur për ta dhënë dëshmin, edhe fillon prej kur mbahet konferenca Daytonit, e fillon me masakrën e jasharëve, e tregon si shkon edhe kontakton me Gligorovën, i tregon takimet që i kishte me Miloševićin, i tregon edhe pikat ku shkojnë, kur thotë unë do t'i vras të gjithë, edhe vjen deri te mbrojtja e dinitetit edhe krenarisë ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke po vërtet, do me thonë vërtet sepse sidomos pasi fillun bombardimet e NATO-s veç Kosova u zbraz, do me thonë edhe çfarë vështirësi kanë pas ata ushtar edhe ata udhëheqës të tyre që kanë qenë, edhe nuk ka qenë atër teknologjia para 26 vjetë, si kur tash, do me thonë, që çfarë komunikimi ka mund të ketë, fjala vjen zona Allapit me zonën e Nerodimes, apo me zonën e Dugaxhinit. Kështu që kjo ka logjikë edhe sot
Ky ja dha vullin e prerë, e formës prerë, kur tha nuk ka pos vi komanduse që ka mujt dikush t'i kontrolloj tjertë. Në fund të kësa interviste, me që ky është edhe Clarku ishte pra edhe dëshmitari i fundit i mbrojtjes, sa mund të marrë kohë deri tek shpallja e vendimit të shkallës parë? Tash, varësisht varet kur të bët ai elaborimi, nëse mund të theme, vlerëson trupi gjykus, dëshmitarve që ka kry prokuria, dëshmitarve që ka pas mbrojtja, natyrisht të dy palët me dëshmitarët, edhe me prova tjera, ata pretendojnë të mbrojnë pretendimet e tyre. Ma dje një pyetje e avokat e prokurorit specialis, kur i tha Clarkut, sa harje taku me Luka Mishetic, më duktete parancishëm pa kur fa relevancë, pra arsye se me vetë faktin kur unë e propozoj diken natyrisht që unë takuna me te, po kjo ishte diplomat, në çdo pikpamje, edhe në përgjigje, nuk nervozohej, e majtë të qëndrimit. Kthejna të pyetja jote, tash e vlerëson trupi gjykus, a ka nevojë, do me thonë, mas këtyre provave që i ka propozu prokurori, i ka administru. I ka propozu mbrojtja, i ka administru. Tash vetë vlerëson trupi gjykus, mos ka ndonjë nevojë, ndonjë provështes, po e marrim shembull, po e marrim. Zoti Clark përmend emra shumë të rëndësishëm. Mund të thirret eventualisht ndonjë dëshmitar tjetër, po. Po, natyrisht ligje lejon, kështu që përmendi shumë emra, përmendi emra kur ka shku takim me Miloševićin, gjithmonë ka qenë me përcjellsa, prandaj jep lehtë, do të thonë ka mundësi ligjore edhe ajo që ndodh. Kështu që nuk mund të themi se viti 2026 do të na nxjerrë me një aktgjykim, edhe pse kjo është gjithmonë shkolla pare, kemi shkollën e 2 të apelit, shkollën e 3, gjykatës supreme dhe i kushtetuese. Nëse në shkollën e parë do të lirohen nga akuzat, a do të lirohen nga paraburgimi me një? Natyrisht, nëse nxjerret aktgjykim, që unë shpresoj, sidomos me këta dëshmitarët e fundit, James Rubin, Hill dhe Clarku, edhe të tjerët, çka ka ofruar mbrojtja, unë shpresoj dhe besoj se do të kemi një aktgjykim lirus dhe natyrisht me aktgjykimin lirus, po na ditë do të duhet lirohen dhe të na kthehen edhe më herojnë se çka shku. Edhe një pyetje për fund, si keni parë këto protestat mbështetëse që po organizohen nga organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s në shtetet të ndryshme? Madje po më duken të pakta. Madje po më duket shumë pak kemi bërë zë, po mendoj, protestat, unë gjithmonë jam që protestat jenë protesta paçore, për shkak se nuk kemi përdhun, edhe tek e fundit vetë në shkrimi ligjit për specialin, për me më kuptu ma mirë shikus, sepse atë thot dhomat e specializuara, dhomat e prokurisë specializuara kështu ligjërisht, në kupton që këta kanë shku për të vërtetu pastërtin e luftës shqiptare. Megjithatë, unë jam jo për protesta të dhunshme, po për protesta të qeta, sidomos më ka bu përshtypje protesta e cila është zhvillu në Strasburg, edhe kjo e Tiranës, këto janë protesta që ne e shifni ju, Vesti Clark është një Amerikan, edhe do me thonë sa fuqishëm, a i mbronte lideret tonë atje, jo si bashkëpunëtor që i ka pas, për shkak sa i spikat me thoqen, kom fillu prej Rambujese, kom spikat që të bashkëpunaj, me gjitha te a i me krytë shpirtin i mbronte, e si mos të imbrojmë ne, kur ata janë djemë tonë, familjarët e tonë, ata janë herajt e tonë për gjallë. Zonja Gashi Bytyqit, falenderoj shumë që ishit në emisionin si në drejt për Aspak drejt. ishte knatësi, për shkak se Vesti Clarkin, do me thonë, është një njeri cili ka dhënë mësim për shumë të shka dhe është shumë fat që Amerikanët e kanë pas një general të tillë, për ndryshe po e përmeni dhe për shikus, shumë pak, do me thonë, para se të filloj lufta, ky veç ishte emëruar general suprem, edhe kjo nënkupton që edhe si që keni pa në deklaratat e tij vazhdimisht e përmend lidhjen edhe komunikimin me Pentagonin, do me thonë kështu që përjetësisht do të perulim me respekt Amerikanëve, popullit Amerikan, generalit Clark, presidentit Clinton dhe gjithë tjerëve, mos me harruas njëherë edhe anglezët, të cilët kanë qenë gjendje Tony Blair e të tjerët, po Tony Blair, kur prej frigës se ndodhen shumë masakra gjatë luftimeve, shkon në Amerikë, edhe thirr Clintonin në 4 sytë, thot po hyjmë edhe, do të thonë po hyjna me forca toksore, gjithmonë me koordinatat që ja ka dhënë UÇK-s, por natyrisht kontribut shumë të madh ka dhënë Kosovë dini edhe Gjermania, edhe shtetet tjera dhe Franca, dhe të tjerat, për shkak se nëse lexoni këtë libër, do të kuptoni mirë matematikën e luftës.
Nga se pak ko para se ta jep pëlqimin, Gjermania e thirë presidentin francez, thotë çka po veprojmë, apo i bashkangjitemi propozimit të Clarkut për të sulmu Serbinë, edhe me gjithë dilemat që i kanë, është natë liber, e shef thojnë, po mirë ku po mbetet krenaria evropiane, edhe bohen gjithë së bashku nga koncepti im se e kum kuptu librin. Mos t'ju hinaks, për shkak se edhe shtetet evropiane kanë investu shumë, edhe në infrastruktur, edhe në organizime tjera institucionale, për shkak se unë edhe jam pjesë e institucionit parë, policistë Kosovës, kur me 6 shtator kemi vesh uniformat edhe kemi fillu. Ka qenë një mbështetje e madhe për policinë e Kosovës në atë kohë. Definitivisht, po se ka qenë një realitet ke tjetër. Edhe aty ka qenë Steve Bennett, i cili është man lidhje ende me neve, ky i cili ka qenë një bashkëpunëtor shumë i afërt i zotit Clark. Këto ne kanë thonë edhe vitin 2001, grupit parë të policisë, kur kemi qenë në Washington DC, në State Department, në atë ku ka qenë sekretari Power, edhe unë, do me thonë, kishëm të drejtë na që të bëjmë pyetje dhe mu shumë më interesoni këto sekuencat për shkak se është fati njëherë i madhë që na ka busqesh si popull që një super fuqi botërore tjetë kraneve. Pra ndaj, duke qenë se është kjo super fuqi botërore, gjithmonë duhet jemi mindjas edhe duhet koordinojmë veprimet e tyre në ndërtimin e çdo gjëje që bëjmë. Le të shpresojmë që do të merret vendimi sa më parë që ata të kthehen. Shpresoj lirë dhe mos u harro nëse mirë ta gjykim lirus edhe një herë këtë studio të vive fytyre duke qeshur. Komentojmë bashkë lirimin e tyre. Faleminderit shumë edhe një herë, do të mbesim edhe më tutje pra në këtë temë bisedua me avokatën akredituar në gjykatën speciale Fehmie Gashi Bytyqi. Do të vazhdojmë tutje dëshmia e generalit pensionuar amerikan Wesley Clark në Hagë në rastin e gjykimit të ish krerëve të UÇK-s, u mirëprit pra edhe në Kosovë. Organizatat e veteranëve të luftës UÇK-s thanë se dëshmia e Clarkut dhe zyrtarëve të tjerë amerikanë është e vërtetë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe avokatë akredituar të tjerë në speciale dëshminë e Clarkut e shohin me peshë të jashtëzakonshme në procesin gjyqësor të Thaqit dhe të tjerëve. Atëherë, zotëri Sulasi, keni parë dëshminë e generalit pra Wesley Clark në dhomat e specializuara në Hagë. Ai sot tha gjatë dëshmisë që UÇK-ja nuk ka bërë spastrim etnik të serbëve. Në fakt, jo vetëm dëshmia e zotit Clark që është kjo, po thuaj që me 60 jetë e fundit, por edhe zyrtarëve tjerë amerikanë që kanë dëshmuar më herët për ne si organizatë e veteranëve të luftës që janë të mirë pritura, sepse kjo është e vërteta ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra. E këta thanë mas miri zyrtarët amerikanë për pastërtinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse tek e fundit ne themeluam edhe luftuam bashkë, por edhe çliruam Kosovën së bashku me ta. Do të thotë gjithçka prej themelimit të UÇK-s ishte ndjeni shteti amerikan, po edhe miq tjerë aleat që janë të amerikanëve po ashtu edhe tonë. Ndryshe thonë ne si luftëtar të UÇK-s që nga viti 99-24 mars pra intervenimi i NATO që ndodhi për herë të parë, komandën edhe të UÇK-s e merr komandanti generalin këtë rast generali Wesley Clark. Prandaj krejt to çka i thonë këta zyrtarë, po edhe kjo e fundit e zotit Clark është e vërteta, është i shqiptarë të Kosovës edhe nuk ka dy të vërteta tjera. Kjo është e vërteta, se sot do të ndikojnë ta dëshmitarë me dëshmitë e tyre në procesin, në substancën brana në proces, në verdiktin final të këtij procesi mbetet shihet, pra tani është një parformë topit të gjykata. Sepse punën e vetë zyrtarët amerikanë e bën ashtu qysh është më së miri. Ju si organizatë, pesën një gjykim lirues? Si ne si organizatë e veteranëve të luftës e qysh kur është themelu gjykata speciale e kena menduar që është politike, sepse mbi bazën aty në akuza për cilat edhe u themelu kjo që ishin tepër të pa baza, e kena menduar që është përjatër politike, është duke bë aktivitetin e saj politik, është e njanshme, është selektive. Edhe mendojmë që edhe i friguhemi faktit që edhe verdikti përfundimtar do të jetë politik, mund të jetë ndoshta në ndonjë pazar politik që mund bëhet, prandaj se përndryshe kjo gjykatë nuk ka asnjë provë kredibile që me dënu bashkëluftarët tonë atje, po duke pas parasysh faktin që edhe dy bashkëluftarët tonë tjerë atje janë dënu me një dënim kapital me mbi 20 vite burg, e pastaj gjykata apelit ja u heq disa, tani kanë mbetë njërin e 10, e tjetrin e 13 tjera. Ne i friguam faktit që nëse nuk do të ketë një monitorim të mirë fill të kësaj gjykate, kësaj pune gjykate që po e bën deri tash, pra i friguam faktit që mund të ndodhë një gjë e tillë edhe me bashkëluftarët tonë që po gjykohen atje, sikur me ata të parë që u dënuan. Prandaj nuk i besojmë fort,
pa monitorim të mirë fill kësaj gjykate. Në vazhdon e kësaj, ne që organizatë veteranëve të luftës, në vazhdon e këtij avokimi që e bëjmë, është edhe janë edhe këto protesta që organizojmë, janë edhe këto letra që dërgojmë diplomatëve, janë edhe takimet me ambasador, do të thotë këtë që kërkojmë ne, kërkojmë është vetëm monitorim të procesit të gjykatës speciale. Jo asnjëherë e kundër drejtësisë, jo asnjëherë me pengu drejtësinë, por me nxjerr drejtësi. Nëse do të ketë drejtësi, dhe nëse kjo gjykatë nuk ndikohet politikisht nga ato vende, nga ato shtete që nuk ja dojnë të mirë në vendin tonë, nëse ka ndoshta s'kone e luftës, jemi të bindur që ata do të kthehen pa fajshëm, por deri në momentin e fundit ne duhet të jemi vigjilant, edhe të rrim afër, të tregojmë botës, por edhe gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë ata që po ndodh kjo padrejtësi, e prandaj ta presim edhe verdiktin final deri atëherë ta shohim çfarë po ndodh. Do të keni një protestë tjetër përveç këtyre që keni mbajtur deri më tani në vende të ndryshme? Po thuaj se ne kemi përmbyll këtë ciklin e protestave, po ka interesim shumë të madh për më ndodhur një protestë në Maqedoninë e Veriut. Jemi në komunikim atje me liderin e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, zotin Ali Ahmeti, edhe ekziston një ide për një protestë atje, po ta shohim se ndoshta kemi disa problematika të vogla se institucionet e qeverisë së Maqedonisë kanë një komunikim tepër të mirë me institucionet e qeverisë së Serbisë atje, pastaj kanë disa marrëveshje ata mes veti Ministritë e Punëve të Brendshme për patrullime, herë ata këndej, herë këta ndej. E prandaj e friguam se nëse do të bëjmë ftesë ne si organizatë veteranëve të luftës, luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës me ju bashkangjitë asaj protesta atje, mundet na ndodhë ndonjë incident që nuk shkon të mirë në asnjë palë, sidomos në këto shtete të rajonit që jetojmë në Ballkan. Prandaj ta shohim një herë, ndoshta zoti Ahmeti do të merr përgjegjësinë për mbajtjen e protestës, sepse edhe ai vetë është pjesëtar i UÇK-s, është njëri prej themeluzëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe nëse do të organizojë ai edhe pa ne, është e mirëpritur, por ka një interesim të madh, por ende nuk kemi caktuar dot. Faleminderit shumë ndërrum për kohën. Faleminderit juve. Po dëshmia e generalit Wesley Clark edhe dëshmia e zyrtarëve tjerë të ish administratës amerikane, padyshim që është një vlerë e shtuar dhe pesha e këtyre dëshmive është jashtëzakonisht e madhe, sepse në periudha të caktuara apo në rastin në kohën për të cilët flitet, ta kanë qenë dëshmitarët okular dhe njëjtit fjala aty në dëshmia aty në ka relevancën jashtëzakonisht të madhe në një procedurë gjyqësore. Po përveç kësaj kuptohet që gjykata në tërësi bën vlerësimin e dëshmive dhe pastaj në ndërlidhje njëra me tjetrën dhe dëshmitë materiale që janë e merr verdiktin jo por vetëm në një dëshmi të caktuar, po kjo dëshmi dhe dëshmia e zyrtarëve tjerë të ish administratës amerikane besoj që ka kontribuar shumë strategjisë së mbrojtjes në synimin e tyre për të marrë një gjykim lirues. Po, ndërkohë, ku mund pritet arsyetimi i shkallës parë dhe ju si avokat, presni të jetë lirues apo në lidhje me atë se a presim lirues ose dënues, kuptohet se gjithë secili dëshiron që të ketë një gjykim lirues për vetë të akuzuarit dhe shtetin e Kosovës, sepse mund të ketë implikime indirekte në të. Në lidhje me afatin e procedurave se si do të shkojë dhe kur pritet të përfundojë, ka një vendim procedural të trupit gjykues ku ju ka dhënë afatet e caktuara dhe mbrojtjes së prokurisë dhe ku parashikohet që të përfundojë kjo. Dhe nga ky vendim që është marrë vitin e kaluar, fillim vitit kaluar apo në 2023 mos gabosha, synimi ka qenë që në fund të këtij viti të përfundohen. Dhe pak a shumë është në kuadër të kësaj kornizit, në kuadër të këtij afati të caktuar nga trupi gjykues. Tani jemi në përfundim të dëshmitarëve të mbrojtjes, me sa di përfaqësuesi i viktimave nuk do të ketë, dhe tani do të jenë emocionet përfundimtare dhe fjala përfundimtare e të palëve prokurisë dhe mbrojtjes dhe pastaj gjykimi. Do pres që brenda këtij viti të përfundojnë fjalët përfundimtare dhe 2-3 muaj pastaj do të jetë deri në draftimin dhe dhënien e gjykimit në këtë rast. Fillimi i vitit tjetër pritet të jetë konform vetë vendimit të gjykatës që ka caktuar afatet e caktuara. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, Johan Vadeful, të cilit i ka kërkuar ndihmën e vendit të tij për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, derisa Vadeful ka folur për rëndësinë e zgjerimit të BE-s, ka përmendur disa herë nevojën për formimin e qeverisë së Kosovës.
Pas takimit me ministrin e jashtëm gjerman, Johan Vadeful, presidentja Osmani tha se Kosova synon antarësimin në Bashkimin Evropian, jo si barë, por si kontribut dhënëse. Ajo ka bërë thirrje edhe për heqjen urgjente të masave ndërshkuese ndaj Kosovës. Heqja sa më parë dhe sa më shpejt e masave të padrejta të BE-s ndaj Kosovës, të cilat janë në fuqi nga qershori 2023 dhe ndikojnë shumë negativisht në jetën e qytetarëve tanë, është një urgjencë e domosdoshme për që shpresojmë në përkrahjen e Gjermanisë. Për më tepër shpresojmë që aplikacioni i Kosovës për antarësim Bashkimin Evropian të procedohet në Komisionin Evropian me qëllim që edhe vendi tonë t'i hapet rruga zyrtarisht drejt antarësimit final. Osmani theksoi se Kosova është 100% e harmonizuar në politikën e jashtme të BE-s, duke nënvizuar se roli i Gjermanisë në zgjerim është vendimtar. Kosova mbetet e përkushtuar ndaj fqinjësisë së mirë, por edhe ndaj një dialogu të barabartë dhe të drejtë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Përderisa Kosova mbetet në masa të vetë BE-s, as dialogu i ndërmjetësuar nga BE nuk mund të konsiderohet i balancuar, parimor apo i barabartë. Ministri gjerman ka thënë se Gjermaninë dhe Kosovën i lidh një partneritet shumë i veçantë dhe i ngushtë, ndërsa ka theksuar se zgjerimi i Bashkimit Evropian është urgjencë gjeopolitike. Derisa vlerësoi zhvillimin e Kosovës ndër vite, theksoi se Kosovës i duhet sa më shpejt formimi i qeverisë së re. Zgjerimi i Bashkimit Evropian tani është një urgjencë gjeopolitike. Tani për herë të parë pas shumë vitësh ka një perspektivë reale. Për shumë kënd në rajon, Kosova është simbol i demokracisë dhe një shoqërie të fortë civile. Në mënyrë që ky sukses të vazhdoj, Kosovës i duhet sa më shpejt që të ketë një qeveri të aftë për veprim si nga brenda, ashtu edhe nga jashtë. Qytetarët janë duke pritur formimin e saj që prej 8 muajsh. Ata kanë pritje të arsyeshme që këto procese demokratike të marrin një përfundim pozitiv dhe këtu bën pjesë një qeveri stabile. Krijimi i një qeverie stabile është vendimtare. Evropa i ka sytë e kthyer këndej dhe unë jam optimist se do të arrihet shumë shpejt progres, po ashtu edhe në rrugtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm gjerman gjatë vizitës në Kosovë është takuar dhe me kryeministrin detyr Albin Kurtin, takim ky i cili u zhvillua në ambientet e kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje nuk arritur ende të siguroj votat e nevojshme për formimin e qeverisë, i thanë Radio Televizionit 21 deputetët e këtij subjekti politik. Në mungesë të votave, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se vendi po shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Një ditë përpara seancës për formimin e qeverisë, lëvizja vetëvendosje u ka bërë thirrje partive parlamentare që të votojnë për qeverinë Konjufca. Deputetja e këtij subjekti politik Arbria Nagavci tha për Radio Televizioni 21 se mandatari Konjufca nesër mund të ketë 57 vota nga 56 sa kishte Kurti. Megjithatë, pret nga deputetët individualisht që të votojnë për një qeveri të përkohshme, për të cilën duhen 61 vota. Kemi të gjitha votat që kanë qenë edhe për qeverinë Kurti, për kryeministrin Kurti, është spaku edhe një vot ma sa ka qenë deri më sot, nuk di gjatë këtyre ditëve të fundit a ka ndonjë qëndrim tjetër, por gjithsesi deri nesër ne do të shohim se si do të jenë qëndrimet e deputetëve edhe të partive. Radio Televizioni 21 gjatë ditës ka kontaktuar të gjitha grupet parlamentare të partive të ish opozitës, të cilët e kanë rikonfirmuar se nuk kanë vot për mandatarin Glau Konjufca, përveç 24 deputetëve të PDK-s që janë kundër qeverisë Konjufca. Edhe 20 deputetët e LDK-s thanë se janë kundër një qeverie të formuar nga vetëvendosje. Ndërmjet LDK-s mbetet i njëjtë. Liga Demokratike e Kosovës nuk ka vot për lëvizjen vetëvendosje. Vot kundër qeverisë Konjufca kanë deklaruar edhe 6 deputetët e AAK-s, përfshirë edhe Dudabalje, e cila i është bashkuar së fundmi këtij grupi. Alianca kemi qenë unik prej fillimit dhe kemi pas deklarata të qarta të sigurta. Ne jemi të unifikuar rreth qëndrimeve tona, e ka thonë edhe lideri jon. Ne nuk do e votojmë qeverinë
dhe as zotin Konjufca. Edhe nisma socialdemokrate me 3 deputetet e saj janë kundër formimit të qeverisë Konjufca. Lëvizja vetëvendosje mund të shpresojë tek vota e 57 e deputetit Veton Berisha, i cili ka thënë për Radio Televizionin 21 se varësisht se a do të ketë marrëveshje paraprake me vetëvendosjen, do të vendosë nëse do të votoj apo jo për qeverinë Konjufca. Në mungesë të një marrëveshjeje politike, deputetja e vetëvendosjes Arbrie Nagafci ka thënë se kanë bërë kompromise për zgjedhjen e ngërçit për formimin e qeverisë, duke vlerësuar se Glau Konjufca është figurë unifikuese. Është një figurë i cili ka dëshmuar që është i gatshëm të bashkëpunoj në mënyrë shumë konstruktive me të gjitha palët, ka udhëhequr Kuvendin e Republikës së Kosovës me përgjegjësi të lartë dhe me sukses, andaj si kryeministër i Republikës së Kosovës, qoftë edhe për një kohë të shkurtër deri në zgjedhjet e radhës, nuk kam asnjë dyshim që do të ishte në nivelin më të lartë të përgjegjësisë së tij. Burimet e Radio Televizionit 21 brenda subjekteve politike parlamentare thonë se vetëvendosja është duke synuar që në seancën e jashtëzakonshme për formimin e qeverisë të përfshi paraprakisht edhe disa pikat e tjera, formimin e komisioneve parlamentare, projekt buxhetin për vitin 2026, marrëveshjen me Bankën Botërore dhe planin e rritjes të BE-s. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë ditës nuk ka pranuar të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve pas një aktiviteti. Më duhet të shkoj shpejt pak në Rovë. Ndërkohë, Kuvendi ende nuk ka njoftuar nëse do të mbahet seanca e jashtëzakonshme për formimin e qeverisë. Mandatari Glau Konjufca ka afat edhe nesër që të dëshmojë nëse i ka siguruar votat e nevojshme apo jo. Vendimi Gjykatës Supreme, i cili shpallit jashtëligjshëm vendimin e ZRE-s për tregun e hapur energjetik, ka shkaktuar përplasje mes Odës Ekonomike të Kosovës dhe Zyrës së Rregullatorit të Energjisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka kërkuar që ZRE të respektojë vendimin e Supremës, duke thënë se ai është i formës së prerë dhe kthen në pikën 0 tregun e hapur energjetik. Në anën tjetër, ZRE thotë se Supremja hodhi poshtë ankesën e Odës Ekonomike dhe se tregu i hapur energjetik vazhdon. Gjykata Supreme të hënën ka aprovuar padinë e Odës Ekonomike të Kosovës kundër Zyrës së Rregullatorit për Energji, duke shfuqizuar dynenë të vendimit për tregun e hapur energjetik. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna tha se vendimi i ZRE-s për tregun e hapur energjetik ka dëmtuar bizneset dhe qytetarët e Kosovës. Rafuna shtoi se bizneset nuk janë kundër tregut të hapur, por si tha, kundër formës se si u aprovua ky vendim. Sipas dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, një agjencion i cili është në zyrën e kryeministrit, ato të dhëna na argumentojnë se inflacioni ka kalu 5.1%. Dhe shtytësi kryesor i kësaj rritje të inflacionit i 5.1%, që nuk kuptoni ka varfëruar qytetarët e Republikës Kosovës, është pikërisht rritja e çmimit të energjisë elektrike. Gjërsa në muajin qershor ka qenë 5.4 ndikimi në inflacion i çmimit të rrymës energjisë elektrike, në muajin shtator kjo ka rrinë në 17.4%. Gjykata Supreme tha se vendimi i ZRE-s për tregun e hapur energjetik ka shkaktuar pasiguri ligjore dhe ekonomike te konsumatorët e energjisë elektrike, ndërsa gjeti shkelje edhe tek kategorizimi i konsumatorëve, të cilët dolën në tregun e hapur. Megjithatë, zyra e rregullatorit ka interpretim tjetër për vendimin e Supremës, duke thënë se tregu i hapur energjetik vazhdon të jetë në funksion. Bazuar në pikën e 4 të aktgjykimit, është hedhur poshtë kërkesëpadia e paditësit përmes cilës është kërkuar shfuqizimi dhe shpallja e palishme e njoftimit publik për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Rrjedhimisht, procesi i liberalizimit të tregut të energjisë elektrike vazhdon krahas vlefshmërisë së kontratave ekzistuese të konsumatorëve në treg të hapur, të cilat vazhdojnë të mbeten në fuqi. Zyra e rregullatorit tha se do të ndryshojnë nenët, të cilat Supremja ka shfuqizuar, duke i cilësuar si të jashtëligjshme. Megjithatë, për mos respektim të vendimit të Supremës, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka paralajmëruar edhe veprime të tjera. Se në këtë rast ish dashur edhe prokuroria speciale ex officio me fillu procedurën, se në mënyrë të kundërligjshme i keni nxjerr bizneset, duke shkaktuar dëm me vedia, pa vedije, me qëllim apo pa qëllim, dëmin e ke bë të bizneset, të shtetarët dhe ekonomisë së vendit.
Mes shumë kundërshtive vendimi për tregun e hapur energjetik hyri në fuqi me 1 qershor. Ky vendim nga ekspertë ekonomisë është cilësuar si goditja më brutale ndaj bizneseve vendore që nga pas lufta, me që i ka bërë prodhimet vendore të pakonkurrueshme në raport me produktet e importit. Rreshtet e shiut që ka nisur nga mbrëm kanë vështirësuar qarkullimin rrugor. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka konfirmuar se gjatë gjithë kësaj jave do të ketë rreshje shiu me intensitet të lartë, sidomos sot dhe nesër, të cilat mund të shkaktojnë vërshime të shpejta në disa zona. Kryeqyteti ka aktivizuar shtabin emergjent për menaxhimin e situatës dhe garantimin e sigurisë publike. Rreshjet e intensitetit të lartë që kanë përfshirë vendin ton, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, mund të shkaktojnë vërshime në disa zona. Prandaj janë mobilizuar institucionet përkatëse të sigurisë publike. Kryeqyteti ka aktivizuar shtabin emergjent për menaxhimin e çdo situate që mund të shkaktojë rreziqe për qytetarët, thot Lulzim Fushtica, drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Emergjencave në komunën e Prishtinës. Me marrjen e informatës nga Instituti Hidrometeorologjik, ne kemi ngritë shtabin emergjent. Të gjitha ekipet tjera janë në terren prej orëve të para të mëngjesit, duke monitoruar, duke intervenuar rastet që kemi deri tani. Kemi numëri rastesh të cilat kërku intervenimin e të nduardorshëm, pra disa kanë pas probleme me ujë, disa kanë probleme me aspekte tjera të sigurisë. Gjitha ekipet tjera, pra edhe ekipet e KEC-it, edhe ekipet tjera janë në terren, jemi duke punuar, duke monitoruar situatën prej orëve të para të mëngjesit. Zëvendës komandant i brigadës së zjarfikësve në Prishtinë, Muhamet Reçani, kërkon nga qytetarët që për çdo rast emergjente kontaktojnë qendrën operative emergjente të kryeqytetit. Sipas tij, deri më tani nuk është raportuar asnjë intervenim me rrezikshmëri të lartë për qytetarët. Padyshim që në çdo situatë emergjente, zjarfikësit domosdoshmë kanë rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre që janë gjithmonë në ndihmë të qytetarëve. Padyshim që në çdo rast që ka një emergjencë ose një incident, koordinimi është gjithmonë, domosdoshmë me gjitha ekipet reaguese. Konkretisht me Policinë e Kosovës ose në raste të caktuara edhe me shërbimin kryesor emergjente. Për momentin ky koordinim është bajë i mirë, shpresojmë që domosdoshmë me kalimin e kohës, me zhvillimin e kapaciteteve tona dhe aktorëve tjerë, koordinimi të jetë gjithnjë më i mirë dhe më i suksesshëm. Major Bekim Bislimi nga Policia e Prishtinës u bën me dije qytetarëve se nuk ka vend për panik, ndërsa kërkoi që të ndjekin me kujdes udhëzimet zyrtare. Para një kohë të shkurtër, diku s'ka 20 minuta, ne që dashur të më ofrojnë njësi për një bllokim të rrugë tek rrethi, që shkojmë rrethi Maç që shkon rruga për Mitrovic. Kështu që ne jemi të gatshëm aty ku shfaqet në ujë, kuptohet, brenda kapaciteteve na që kemi për reagim, e jona është aty ku ka nevojë të bllokohet rruga për mos qarkullim pjesë marrëdhënie komunikacion, dhe në anën tjetër aty ku ka nevojë të lirohet rruga për akses më të lirë. Kjo është e pjesa jon momentalisht. Po them edhe herë momentalisht është qetë, nuk ka diçka për me veçuar jashtëzakonshme. Megjithatë jeni nga dëshmëri. Ne jemi nga dëshmëri plot. Sipas zyrtarëve të shtabit emergjent për menaxhimin e kësaj situate të krijuar nga rreshjet e shiut, ekipet janë vazhdimisht në terren duke e monitoruar situatën, teksa janë të përgatitura për ndërhyrje kudo që ka nevojë. Posa morëm edhe një informat nga instituti, i cili konfirmon atë që kanë thënë edhe më herët që do të kemi rreshje shiu më intensive deri në orët e para të mëngjesit, që do të vazhdojnë edhe ditët e tjera. Ne jemi duke përcjell situatën, jemi në gatishmëri, jemi të gatshëm dhe i kemi gjitha ekipet si thashë edhe më herët që të intervenojnë për çdo situatë. Deri tani të them mund situata nuk është edhe aq alarmante për fat të mirë, por jemi në përcjellje, presim që të kemi raste gjatë tërë ditës. Të gjitha institucionet përgjegjëse në nivel lokal dhe qendror u bëjnë thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo situatë të pazakontë në numrat emergjent, si dhe të shmangin zonat me rrezik vërshimesh dhe lëvizjet e panevojshme deri në stabilizimin e kushteve atmosferike. E pas përkatësimit të kushteve atmosferike, Drejtoria e Arsimit në Komunën e Prishtinës mori vendim që të ndërpritet procesi mësimor në kryeqytet.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar pra se do të ketë rreshje të dentura të shiut këtë javë në Kosovë dhe në kryeqytet. Drejtoria e Arsimit ka marrë vendim që nxënësit të lirohen nga procesi mësimor. Ne jemi të shkolla Naim Frashkri, edhe kjo shkollë aktualisht është e zbrazët si të gjitha shkollat në kryeqytet. Procesi mësimor është anuluar si masë preventive për hir të sigurisë së fëmijëve, thot drejtori i Arsimit në komunën e Prishtinës Samir Shahini. Sot mëngjes në koordinim me Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca dhe sigurisht në koordinim edhe me kabinetin e kryetarit, kemi vendosur që si masë preventive të sigurisë të lirojmë nga procesi mësimor të gjithë nxënësit në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar në kryeqytet. Ka qenë preventiv, çështja e sigurisë nxënësve në shkolla. Urojmë që të mos kemi raste të tilla asnjëherë, mirë po gjithmonë marrim për bazë objekte aty këto që janë edhe të vjetra shkollore, që mund të ketë prej presionit të madh, sasisë së madhe të ujit, mund të ketë rrjedhje apo dëmtime edhe të kulmit, ose rrjedhje në klasa, siç kemi pasur raste në situata të tilla të jashtëzakonshme edhe në të kaluara në disa shkolla. Raportime kemi pas deri në këtë moment për rrjedhje të ujit, pjesërisht në disa shkolla, në Gjergjfishta, në shkollën Asim Vokshi dhe në 2 shkollat e Hajvalis, pra në Afrimgash dhe në shkollën Shkëndija. Sigurin e mbi 1300 nxënësve e konsideron prioritet edhe drejtoresha e shkollës Meto Bajraktari në Prishtinë. Unë besoj që duhet përshtatem edhe kushteve atmosferike, të marrim edhe një njoftim nga Drejtoria e Arsimit, nëse veç vazhdojnë rreshjet e shiut, besoj që drejtoria do del me një njoftim paraprak dhe do i njoftojmë edhe prindit. Duke pasur parasysh edhe këtë se shkolla Meto Bajraktari shtrihet në një pozitë ku edhe vite paraprake nuk kemi pasur ndonjë vërshim ose rrezikshmëri, po për shkak të udhëtimit të fëmijëve, ardhjes dhe sjelljes dhe marrjes së fëmijëve nga prindrit e kam para po të mos ketë rrezikshmëri lirimin e ciklit të pasdites. Sipas Samir Shahini, drejtori i Arsimit në Prishtinë, nxënësit do t'u kthehen bankave shkollore vetëm atëherë kur ekipet profesionale vlerësojnë se fëmijët do të jenë të sigurt. Drejtorët, udhëheqësit e gjitha institucioneve që të mos dalin me njoftime për atë se çfarë do të pasojë nesër, derisa jemi ende në analizë dhe përpunim të dënave që po marrim edhe nga Instituti Hidrometeorologjik dhe Drejtoria për Sigurinë dhe Emergjenca. Besoj që sot deri në fund të ditës do dalim edhe me një njoftim për nesër, mirë po nëse vazhdojnë kështu, moti sigurisht që duhet të marrim të njëjtin vendim edhe për pezullim procesin mësimor dhe nesër. Vendimi për ndërprerjen e procesit mësimor i Drejtorisë së Arsimit në Prishtinë vlen vetëm për institucionet arsimore publike, por jo edhe për ato private, pasi këto të fundit janë përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit. Për informacione më të reja vizitoni edhe portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.